Ndërsa vazhdon dëshpërimi i shkërkimit në këtë sektor të kampit, turma e fëmijëve që e ndjek kudo nga pas nis të bëhet agresive. Nga momenti që kemi hyrë në kamp, jemi të rrethuar nga fëmijë, të cilët fatkeqësisht për vetë edhe kushtet në të cilat janë rritur, kërkojnë në çdo kushte të fusin duart në xhepat, na marrin çantat, edhe na lagin me ujë. Agresiviteti është në rritje. Fëmijët nisin të artikulojnë fjali që i kemi dëgjuar vetëm në video të propagandës së ISIS. Kanë mbetur vetëm pak kohë në dispozicion për të xhiruar, ndërkohë që situata vijton të vështirësohet. Diku fluturon një shishe, diku një gur. Gazetari ndërpret punën për t'u larguar nga aty, por fatkeqësisht jo pa kosto, sepse kameramani ka marrë një goditje me gur e cila mbyllet me një hematom në